Në vazhdim do të flasim pikërisht për atë që e thash, për këtë zjarmin, nuk e di nëse është figure duhur për me përdor, për krejt të çfarë po ndodh në kryeqytet, për mbeturinat e pafund që sot kemi gjithandej kryeqytetit, për mosmarrveshjes ndërmjet kompanisë rajonale pastrimi dhe komunës së kryeqytetit. Së fundmi, kjo kompani ka marrë vendimin që derisa të paguhet vlera mbi 2 milion borxh që ka komuna e Prishtinës ndaj kësaj kompanie të mos grumbullohet as edhe një mbeturinë vetme në kryeqytet. Për të folur për këtë çështje, ne do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë drejtorin për shërbime publike në komunën e Prishtinës, zotrin Bekim Berbatovci. Faleminderit shumë i nderuar për kohën që po ndani sot për ne. Faleminderit edhe juve për ftesën, me keqardhje nuk kisha mundësinë të jem në studio, por po besoj që edhe kështu mund ta përmbushim. Patjetër. Pjesën e juaj. Me ne në studio kemi kryeshefin ekzekutiv të kompanisë pastrimi, zotrin Petrit Reqica. Faleminderit shumë Petrit për kohën që gjetët sot për ne. Por para se të flasim për krejt atë çfarë po ndodh në kryeqytet dhe të marrim mendimet e dy palëve të përfshira në krejt këtë çfarë do të shohim në vazhdim, është kronika Antigonës ajo që na sjell rrëfimet rreth asaj se si është gjendja në kryeqytet. Sadiku dhe Antigona më kanë dhënë një përshtypje vërtet trishtuese të pamjeve të kryeqytetit për shkak të mbeturinave, por më mirë flasin pamjet dhe kronikat që do ta shohim bashkë për të kthyer më pas me bisedën. Kjo është gjendja në kryeqytet. Nga dia kompania pastrimi ka pezulluar të gjitha shërbimet në kryeqytet, pasi që komuna e Prishtinës i ka bërë 2.7 milion euro. Dhe si pas drejtorit të kësaj kompanie Petrit Reqica, është e pamundër të kryen këto shërbime pasi që nuk kanë mjete për derivate. Po, realisht që kemi mujtë me pa dhe njoftimin që kemi bo pak vonë, për shkak se kemi pritë dhe kemi shpresu shumë që po arrim ne vetë si ndërmarrje me pas një marrëveshje me operatorin që na furnizon, mirë po ka qenë e pamundër. Dhe ndrimin e parë dhe të dytë e kemi kryer shërbime, mirë po nga ndrimi i dytë ka fillu mu reduktu shumë numri kamionëve. Fatkeqësisht ne planin operativ nga 18 kamion sa e kemi përcaktuar, ne kemi operuar me 20. Mirë po ditën e djeshme kemi rënë 8, ndërsa në mramje veç kanë rënë dikon në 1 ose 2 maksimalisht 3 kamion. Dhe ka qenë e pamundur me mbulu këtë kryeqytetin, kjo si rrjedhoje mos mungesës naftës, si pasojë e borxheve të cilat besojmë akumulu nga komuna e Prishtinës. Fakt borxhi 2.7 milion euro, bëhet fjalë për 5 muaj nga janari deri në maj të këtij viti. Asnjë pagesë nga Prishtina, zero, edhe për kundër thirrjeve të komunës që vetë i kanë bërë qytetarëve të mos paguajnë pastrim. Domethënë kemi një situatë ku vetë nuk paguajnë dhe në anën tjetër bëjnë thirrje të qytetarët të mos paguajnë në pastrim. Nuk e kemi kuptuar pse. Për këto çështje edhe për këtë situatë kemi njoftuar tash 5 muaj që kemi me ardhur në një situatë të tillë, nuk kam pas vullnet, nuk kemi takuar deri sot asnjëherë. Po ky problem është shumë i thjeshtë dhe i zgjedhshëm, sepse rregulloria e përcakton qartë të gjitha shpenzimet dhe tarifat e shërbimeve do të paguhen direkt me KRM pastrimi. Mirë po thirrja që ka bën janë shumë komuna, ne kemi qujt jashtëligjshme, për to kemi me marrë veprime ligjore çështat. Mirë po ajo i ka vënë në huti qytetarë dhe qytetarët normalisht kanë qenë të papërcaktuar se ku dohet. Vetëm ato para tona, nëse na paguan sot, ne arrim me kthy ndërmarrjen në zero borxhe dhe mos me pas të lash asnjë shërbim. Është mirë me bën një qartësim për qytetarët dhe kam një apel që pagesat i kryejnë në pastrim. Sepse ajo thirrja që paguani edhe në komunë se nuk ka të lashe, ne do t'i bartim të pastrimin, nuk është duke ndodhur. Ne kemi qasje zyrtare në komunë, ku kemi informat zyrtare që afër 1 milion euro janë inkasuar nga komuna, nga qytetarët dhe nuk po borten në llogaritë tona. Dhe në anën tjetër po e rrezikojmë edhe qytetarin pa shërbim. Jo me vullnet dhe dëshirë, po si pasojë e mungesës së mjeteve. Andaj ju bëjmë thirrje, le të paguajnë në ndërmarrjen tonë. I kemi rrit mundësitë dhe i kemi lehtësuar mënyrat e pagesës, le të bëjmë përmes platformës e Kosova. Le të kryjnë obligimin edhe përmes zyreve tona që i kemi të caktuar për pagesa. E normalisht edhe shumë shpejt edhe përmes postës Kosovës që na vesh kemi bën një marrëveshje. Qytetarët shprehen të shqetësuar nga situata e krijuar me mbeturina, pasi siç thon po rrezikohet edhe shëndeti i tyre. Neve atë kush po na pengon mas pore. Pejtë presidentja, e kryeministri, e kryetarët e komunave e tepur. Ta kanë fojet janë të villë për vetë të plaçkit popullin, portat na i marrin çdo muaj, barllogën s'na hekin. Rrugë na kanë bërë katastrofë. 2 rrugë kanë në Prishtinë, një me dal.
ky t'jap smuj. Nuk është me konde i shëndesë me mund krejt Evropa për logën rrugëve. Po na janë të vijel për popullë s'menon kërkot. Shkon komunë, orët morën, vjen me thirë për një rast nuk dëvinë. Kërejt i paguin, 0-0 jemi. Tash nashta na jo se paguan, dhe sunët a i me ishti kryetari krejt një thesë. Jesë normale as i tryrë, që veç aty me hi, që aty për mas, edhe që e marrin këta që e kanë marrë, ata aty se marrin kur. Duhet me nalë edhe që ta që po hallakatin për këtë, që aty për shkrit për qesin pjatë. Leto që aty o pletë të e marrin, aty se marrin fjen heqë. Me të vërtet po më pengojnë shumë sepse jetoj në këtë lagje, në Prishtinë edhe nuk ka ndodhur asnjëherë të shoh kaq shumë mbeturina të grumbulluara në një vend, edhe nuk e di pse nuk kanë ardhur për të pasuar komuna e Prishtinës tashmë kompania e pastrimit. Për me i pagu mbeturinat, patjetër që duhet të shkojmë tek kompania e pastrimit, do të ishte shumë më mirë dhe shumë në rregull. Komuna e Prishtinës dhe kompania pastrimi prej muajsh janë në përplasje lidhur me mënyrën e pagesës së faturave për mbeturina. Ndërsa kompania pastrimi insiston se pagesa duhet t'i bëhen asaj drejt për drejt. Komuna e Prishtinës pretendon të kundërtën, duke thënë se ato duhet të kryhen përmes komunës. Si pasojë e kësaj mosmarrëveshjeje, qytetarët po përballen me konfuzion dhe po pranojnë 2 fatura në muaj për të njëjtin shërbim.